Shumë njerëz thonë që Jezusi nuk ka vdekë në kryq. Por krejt faktet e historisë tregojnë që Jezusi u kryqëzua për një me dhe ka vdekë. Taciti, një historian romak, shkruan se Jezusi u dënua me vdekje nën Ponc Pilatin. Jozefi Flavius, një historian hebrej, shkruan se Jezusi u kryqëzua dhe dishepujt e tij thanë që e pan të gjallë 3 ditë më vonë. Në Bibël normal tek 1 Korintasve 15, Poli shkruan që Jezusi vdiq dhe u varros. Kjo letër u shkru pak vjet pas ngjarjes. Edhe Bart Ehrman, një ateist i famshëm dhe profesor i historisë së hershme, thotë që vdekja e Jezusit në kryq është fakt historik. Jezusi nuk e ka luajtur rolin e të vdekurit, ai vdiq për një me. Nuk është mashtrim. Kur kupton ti këtë, mundesh me kuptu që ringjallja e tij nuk është veç një tregim, është realitet. Jezusi vdiq për mu, për ty dhe për secilin që beson në të për shpëtim. Pyetja është, a do të injorosh ti këtë fakt?